Cilat janë gabimet më të shpeshta që bëjnë çiftet shqiptare gjatë një procesi divorci këtu në SBA? Ato nuk marrin avokat, duhet të marrësh avokat, edhe në qoftë se ti nuk do bësh share i madh, është më mirë të kesh avokat, edhe ai njeri tjetër të ketë avokat, se ajo mund të bëhet me marrëveshje më shpejt. Shumë herë un kam klient që më vinë mua edhe ato kanë bërë divorcin vetëm. Edhe është 6 muaj, 8 muaj vetëm. Asnjë gjë është bërë. Ka shumë gjëra që duhen të bën letra që duhet të bën për gjyqin, të marrësh një çështje nga fillim deri në fund. Edhe 14 muaj është sa duhet këtu në Massachusetts të bëhet divorci, nga fillim deri në fund. Mund të jetë edhe më shumë. Në qoftë se sidomos kur s'ke avokat. Po, sidomos kur nuk ke avokat, edhe kur shkon atje në gjyq, ti nuk merr vesh çfarë po thohet, se nuk e ke gjuhën, është edhe më e vështirë. Termat juridike nuk e njeh, rregullat se si duhet, po, vështirësitë janë. Ato të japin një njeri që në qoftë se ti nuk shteti të jep, translator atje, po nuk është sikur ke avokat që të shpjegon të gjitha gjërat. Avokati është një çike shtrenjtë, po ka vende që ti mund të marrësh, resources.